Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Në fakt, ditën e djeshme në Top Arena ka ndodhur një moment i pazakont. Mateo Bori ka patur shqetësime shëndetësore. Unë e them, domethënë Mateo është duke kaluar një siklet jashtëzakonshëm, sepse në shumicën e rasteve duhet të jep përgjigje për të cilat në fakt edhe nuk është i detyruar që t'i jep, por ngacmimet e shumta krijojnë dhe siklet. Gjithsesi, ishte situatë e pazakontë e cila tërhoqi vëmendjen e publikut gjatë transmetimit të fundit të episodit Top Arena, ku Ed Manushi ka ngritur shqetësime për gjendjen e shëndetit të Mateo Borit. Menjëherë pas përfundimit të intervistës me të ftuarën e cila ishte Valbona Mhilli, Manushi u drejtua Mateos me një pyetje që la të kuptoj se kishte vënë re një ndryshim në sjelljen e tij gjatë emisionit. Vërtet Mateo nuk ndjehej mirë natën e mbrëmshme. Edhe i thot, o zotëri, jam i shqetësuar për shëndetin tënd, ti gjithkohës qesh, je mirë tani, do vazhdosh apo do të shkëputesh? I thot Edi, që të marrësh pak vete. Mateu përgjigj shkurt se do të qëndronte në studio deri në pauzën e radhës publicitare. Megjithatë, situata ndryshoi menjëherë pasi Manushi vendosi të ndërhynte duke e përfunduar pjesëmarrjen e tij në transmetim. Do ta bëjmë që tani, thot, hajde Mateo, një duartrokitje për cilin Mateon faleminderit, e keni parë këtë gjën. Është pa qejf pavarësisht buzëqeshjes. Më pas, moderatori u drejtua stafit të prapaskenës duke kërkuar që Mateo të shoqërohej dhe të merreshin masa të nevojshme për kujdesin e tij. Tani, nga informacioni që unë kam arritur të kuptoj, domethënë për atë që në fakt ndodhi ditën e djeshme me shëndetin e Mateos, Mateo ka patur një lodhje e cila ka ndikuar psikologjikisht tek ai dhe emocionalisht. Por Mateo është në gjendje shumë të mirë, nuk është se ka diçka domethënë serioze dhe shqyqur Zotit që nuk ka asnjë gjë serioze. Thjesht ai e ruajti me profesionalizëm dhe këtë pjesën sepse nuk dëshironte që ta ndalon momentin, nuk dëshironte që ta ndalon pikërisht intervistën kur ai nuk ndjehej mirë. Por gjithsesi dhe Ed Manushi domethënë bëri atë lëvizjen që ne të gjithë e prisnim që në moment t'i jepej ndihmë Mateos, por ka qenë një shqetësim momental, ka qenë një ndjesi momentale. Tani shqetësimet mund të jenë shumë të shumta brenda në këtë Top Arena, janë edhe lodhjet sepse është domethënë një përkushtim i jashtëzakonshëm, temperaturat jashtë janë shumë të larta. Mateo duhet të jetë i përkushtuar gjithkohës domethënë në Top Arena për të sjellur një spektakël të bukur, komentet janë të shumta, pyetjet shumë tendencioze kundërdrejt Mateos pothuajse nga të gjithë të ftuarit. Dhe mendoj të gjitha këto gjërat janë mbledhur në një situatë stresuese që Mateon nuk e kanë bërë të ndjehet mirë. Mateo shumë mirë dhe me shpresën që sonte të ta shohim përsëri në Top Arena.